Mirë se u gjeta. 49 staf mësimor, 9 drejtoresha e shkollës, Përshëndetje. nxënësit tanë, sepse kemi përgatitur ato Sa të bukur. Urdhoni brenda. Përshëndetje. Mësusja e? E Zejeve. Viti? Tu janë grupi i Zejeve. Përshëndetje. Mirë se u gjeta. Ne sot do të prezantojmë punën tonë me punime me grek, të realizuar sipas programit të Jomit. Atëherë qëllimi ynë është që të ruajmë dhe të promovojmë vlerat e traditës së Zejeve shqiptare dhe lokale, njëkohësisht të ndërtuar dhe me stilin bashkëkohor. Po në çune keni apo se keni? Apo Inteligjenca artificiale. po kush tha që çunat nuk i bëjnë këto? Këto punë të Zejeve, pse i keni ndarë kështu me vi? Kjo është Shkollës tonë. Okej. Investuar dhe Mirë se u gjeta. përgjithshme. Si jeni? Kjo është revista jonë që kemi bërë të përgjithshme për çdo vit, projekti i shkollës. Dhe kemi dhe inteligjencën artificiale që do flas tani dhe përveç të këtyre ne kemi edhe pak argëtim. Pollu një naq Kilica, që duket që ka një potencial vajzash e djemsh me dëshirë për të ecur përpara, nuk i mjafton një smartboard, edhe nuk i mjafton një laptop. Laptopat i keni tuajt? Apo të shkollës? Isim gjithë shkollat, po ndërkohë në qoftë se deri sot kemi pajisur 300 shkolla me Smart Lab dhe me Smart Board, pra me tabela inteligjente dhe me laborator inteligjent, jemi duke punuar për ta çuar në 1000 numrin e shkollave në gjithë Shqipërinë me pajisje të tilla. Do thoni ju 1000 sa ka Shqipëria, Shqipëria ka rreth 1150 shkolla, dhe padyshim duke filluar nga shkollat ku kemi numrin më të madh të nxënësve. Thuhet se sa arti, por këtu do jetë dhe të madh. Ne kemi art, sport, arti. Po, që mund t'jenë edhe për diskutime dhe për... Shumë shpejt kemi dhe monitor, kemi dhe një ambient tjetër që se kemi bërë gati, po presim me pati. Mezi po presim zënë, duam një kinemat të brëndshme të shkollës. Ata mezi po e presim, ndërsa këtu do jetë ping-pong, do jetë kampionati bilardos, do jetë kampionati i shigjetave, dhe kemi dhe shigjetare tanë, bëjmë në sporte mund të them me krenari që shkolla e Ana Kilica mund të jetë kampione në Republikë, unë jam shumë krenare për maturantët dhe nxënësit tanë.